Fuqia e faljes. E kishte bërë zakon të hidhte vrerë mbi të. Nuk ishte rëndësi nëse e takonte në hyrje të ndërtesës, në ashensor apo në rrugicën e lagjës. Sa herë që sytë e tij binin mbi Albanin, buzët nxirrnin helm. Fjalë therrëse, përçmuese, fyese. Arbeni ishte bërë një re e zezë mbi jetën e tij. Dhe Albani vetëm durante. Ndonjëherë buzëqeshte lehtë, ndonjëherë kthente kokën anën tjetër, e herë të tjera shihte drejt boshllëkut, sikur të mos kishte parë e dëgjuar asgjë. Vitet kalonin dhe helmi nuk shteronte. Durimi i Albanit dukej si një mal që nuk shembet nga era. Përpjekjet për pajtim ishin të kota. Arbeni nuk pranonte as të dëgjonte. Por një natë gjithçka ndryshoi. Një britm e çau heshtjen e mesnatës. Një zë i mbushur me dëshpërim dhe frikë. "Ndihmë, ju lutem, ndihmë." Ishte gruaja e Arbenit. Ishte e tmerruar. Burri i saj po luftonte për frymarrje. Dhimbja e kishte kapluar krahërorin si një hekur i nxehur dhe po ja shtrëngonte zemrën. Dyert mbetën të mbyllura. Asnjë nga fëqinët nuk doli, përveç njerit, Albani. Sa po dëgjoi britmat, ai u hodh nga shtrati, veshi me nxitim pantallonat dhe u nis me vrap. Nuk pyeti as për inatin, as për fyerjet, as për përçmimet. Nuk mendoi as për vitet e padrejtësisë. Në duart e tij e ngriti Arbenin mbi supe dhe vrapoi poshtë shkallëve, drejt veturës. Voziti me shpejtësinë e dritës, ndërsa nëse diljen pranë tij, Arbeni luftonte për jetën. 10 ditë në spital, 10 ditë mes jetës dhe vdekjes. E kur më në fund u kthye në shtëpi, i mbështjell ende nga dobësia, e ndjeu peshën e diçkaje dhe më të rëndë se sëmundja, peshën e turpit. "Tira Albanin", i tha gruas. "Më duhet ta shoh." Kur Albani hyri në dhomë, Arbeni uli syt. Dukej sikur toka nën këmbët e tij ishte bërë më e rëndë. Gjoksi i lëvizte shpejt. Donte të fliste, por fjalët nuk i dilnin. E provoi një herë, asgjë. Herën e dytë, prap asgjë. Të tretën herë, lotët shpërthyen. "Më fal, më bëj halal", pëshpëriste mes dënesëve. Albani ja mbajti dorën. Nuk ishte as inat, as krenari në sytë e tij. Kishte vetëm qetësi, një qetësi që shponte zemrën më shumë se çdo fjalë. Pasi qetësia mbuloi dhomën, Arbeni mblodhi guximin dhe e pyeti: "Ku e gjete gjitha durem? Si mund të duroje kaq shumë?" Albani buzëqeshi: "Sepse feja ime më mëson kështu. Më kujtohet një ngjarje nga profeti Muhammed dhe fëqini i tij, një hebrej, që urrente dhe e poshtronte çdo ditë. Sa herë profeti dilte nga shtëpia, gjente plehra të hedhura para derës së tij. Dhe ai nuk tha kur asnjë fjalë të keqe. Deri një ditë, kur ato plehra munguan, atëherë ai shkoi ta kërkonte fëqinin, duke u brengosur për të. E gjeti të sëmur dhe i çoi hurma si turat. Arbeni uli syt, u skuq nga turpi. "Kjo është arsyeja pse të ndihmova, Arben, sepse fëqinjet nuk janë vetëm mure pra njëri tjetrit, ata janë pjesë e jetës sonë." Arbeni qau sërish, por kësaj here nuk ishin lot turpi, ishin lot çlirimi. Sepse kishte kuptuar diçka që nuk e kishte kuptuar kur më parë. Fitoria më e madhe nuk është të mposhtësh dikë,
por të duash dhe të falësh edhe kur ke arsye për të urryer.